Epizodi 16 i sezonit 6 podcastit Flasim, shënimet e javës. Këtë javë pata një vizitë të shkurtër në Abu Dhabi dhe më pas edhe në Greqi. Dy dalesa që lidhen me dy aspekte të marrëdhënies dhe të pozicionit ndërkombëtar të Shqipërisë. Në Abu Dhabi shkova për të takuar një mik shumë të çmuar dhe të sprovuar të Shqipërisë e të shqiptarëve, por edhe një lider nga më të respektuarit sot botërisht që kam nderin ta konsideroj edhe mikun tim, presidentin Sheikh Mohammed bin Zayed, në një moment shumë të ndjeshëm për vendin e tij dhe për atë rajon të përfshirë në një konflikt si rezultat i sulmit ndaj regjimit kriminal të Teheranit. Ishte një vizitë solidariteti. Një vizitë për të konfirmuar vllazërinë që na lidh me atë vend dhe me ato vende, dhe nga ana tjetër edhe besimin se Emiratet do ta kalojnë këtë fazë dhe do dalin më të forta nga kjo sfidë e madhe. Nuk egzagjeroj asgjë kur them se presidenti i Emiratëve Bashkuara është një mik i vyer dhe i sprovuar i Shqipërisë dhe i shqiptarëve, pasi qyshërinë e tij ai ka ardhur në Shqipëri jo për turizëm dhe as për një takim formal, por për të udhëhequr grupin e dërguar nga IATI, i ndjeri Shehzayed, në ndihmë të atyre shqiptarëve që braktisën shtëpitë e tyre në Kosovë dhe u dyndën në Shqipëri, e qëndruan në një masë të madhe në Kukës për të ikur nga makineria vrastare e Slobodan Miloševićit. Dhe qysh atëre më pas me atë vend, me atë popull dhe me atë njerëz të madh është ndërtuar një marrëdhënie që në 10 vitet e fundit ka marrë një përmas krejt tjetër. Ishte pikërisht presidenti i Emiratëve Bashkuara, Sheikhu Mohammed bin Zayed, i cili urdhëroi disbursimin e fondit më të madh të solidaritetit me Shqipërinë pas tërmetit, dhe me atë fond është ndërtuar një lagje e tërë model në Durrës. Nga ana tjetër, me Emiratëve Bashkuara na lidhin edhe punë dhe projekte të karakterit strategjik, por edhe të një natyre që kanë të bëjnë me rritjen dhe forcimin e Shqipërisë në rrugën e modernizimit të saj. Më vjen shumë mirë të konfirmoj se nga ana e presidentit dhe nga ana e udhëheqjes së Emiratëve Bashkuara, edhe një herë tjetër mora një energji jashtëzakonisht pozitive për Shqipërinë dhe konfirmimin se miqësia jon bëhet më e fortë dhe se aleanca jon do të fuqizohet hap pas hapi me më shumë bashkëpunim, më shumë projekte dhe me më shumë afrimitet mes shteteve dhe popujve tanë. Ndalimi në Athinë ishte një natyrë tjetër, po përsëri i lidhur me sa thash në kryet herës, me pozicionin e Shqipërisë dhe me dëshirën për ta parë Shqipërinë të përfaqësuar në nivelin më të lartë dhe për të dëgjuar
qëndrimet dhe opinionet tona posaçërisht në këtë rast, në një forum ekonomik me një reputacion dhe prestigj ndërkombëtar, ku për shkak të fqinjësisë dhe të historisë, Shqipëria kishte një vend posaçëm në atë platformë ku diskutohen drejtimet kryesore të zhvillimit global, por dhe të atij rajonal dhe në këtë rast edhe të marrëdhënies me vendin fqinj. Shkova për të marrë pjesë në forum, por pata kënaqësinë që të pritesha nga kryeministri i Greqisë dhe një mik i vyer, Kyriakos Mitsotakis, me cilin bëm një bilans të ecurisë së punës së grupit përbashkët që kemi ngritur për t'i dhënë një herë mirë përgjigje të gjitha çështjeve të bartura dhe për ta çuar në një nivel të ri marrëdhënien ndërshtetërore mes Shqipërisë dhe Greqisë. Më vjen shumë mirë të them se nga ana e kryeministrit ka një vullnet absolut për të bërë pikërisht adresimin me prioritet të gjitha çështjet e bartura, për të konfirmuar brenda këtij viti përmes një dokumenti të ri të partneritetit strategjik natyrën shumë speciale të marrëdhënies mes dy vendeve, dhe nga ana tjetër për ta mbështetur Shqipërinë si gjithmonë me përjashtim të ndonjë momenti të vështirë në rrugën e antarësimit të saj në Bashkimin Evropian. Dhe thënë të gjitha këto, jam shumë optimist dhe njëkohësisht jam shumë besimplot se fal edhe angazhimit personal të kryeministit Mitsotakis, ne do të dimë të adresojmë çështjet e mbartura dhe do të forcojmë edhe më shumë marrëdhënien tonë përmes një kujdesi të posaçëm, qoftë për minoritetin grek në Shqipëri, qoftë për shqiptarët në Greqi. Shënimi tjetër lidhet jo me një ngjarje, por me një program. Me një program kombëtar i cili ka filluar tani më të formsohet përmes një numri mbreslënës interesimesh dhe aplikimesh në radh parë nga vëllezërit dhe motrat tona jashtë Shqipërisë, që fal këtij programi po e kthejnë kokën nga Shqipëria jo thjesht për të interesuar, siç kanë bërë gjithmonë, për ecurinë e punëve apo për ecurinë e jetës në familjet e tyre, por për të investuar kursimet e tyre. Paketa e maleve po hap një rrugë të re në zhvillimin rural dhe po krijon premisat për një vlerë të shtuar, për një motor të ri në industrinë e turizmit ton, duke i dhënë maleve, duke i dhënë Shqipërisë malore një përmas të re. Përmes kthimit të tokës dhe të shtëpive të gjyshërve në instrumenta të zhvillimit dhe në mundësi të reja reale për të krijuar sipërmarrje dhe për të krijuar të ardhura pa diskutim më të larta se sa ato që mund të krijohen duke punuar për tjerët jashtë vendit. Procesi është bërë i thjeshtë, është bërë i aksesueshëm, investimi mund të nisë pa titullin përfundimtar të pronësisë. Për këtë është krijuar paketa e maleve për të adresuar edhe një problematikë të bartur nga vitet në territore të mrekullueshme ku pronarët legjitim nuk gëzojnë titullin e pronësisë sepse nuk e kanë pranuar ligjin 7501 dhe ndërkohë nuk kanë konflikte mes tyre. Dhe përmes investimit ata do të mund të sigurohen se në fund të procesit, ku do të kenë edhe lehtësira domethënëse fiskale, për shembull 500 parët që do të marrin lejen për të filluar punën, do të përjashtohen për 10 vjet nga taksat, ata do të kenë edhe titullin e pronësisë. Kështu që për gjithë ata që më dëgjojnë dhe që janë të interesuar apo janë të dyzuar apo janë dyshues, provoni paketën e maleve.
provoni paketën e maleve dhe është pak po e sigurt që në rast se do të hapni derën e shtëpisë së vjetër të gjyshit dhe do të rindizni oxhakun në atë shtëpi, apo do të krijoni një fermë të vogël, një pikë agropërpunimi diku në një tokë që është larg territoreve të qyteteve, koha do të më jap të drejtë, do të na jap të drejtë dhe ju do të jeni të lumtur me atë hap që hidhni sot, sepse investimi do t'ju kthehet në mbarësi dhe në mirësi për familjet tuaja, por në të njëjtën kohë do të jetë edhe një kontribut për Shqipërinë. Pas paketës male vjen edhe një program i ri i qeverisë Shqipërisë së bashku me Bankën e Shqipërisë dhe me bankat e nivelit dytë, i cili së shpejti do të firmoset për të nisur rrugtimin e tij dhe për të pritur në këtë rrugtim të gjithë ata të cilët duan të dyfishojnë ndërmarrjet e tyre. Një program i fuqishëm kreditimi me interesa më të arsyeshme se sa ato komerciale të bankave të nivelit dytë dhe me garanci nga qeveria e Shqipërisë, po bëhet më në fund gati për t'i shërbyer të gjithë atyre shqiptarëve dhe shqiptareve që me kurajo, me vullnet, por edhe me largpamësi kanë zgjedhur të hapin rrugën përmes sipërmarrjes. Kanë zgjedhur të krijojnë një biznes të vogël i cili tani më është gati të rritet, por ka nevojë për mbështetjen financiare që përndryshe ata nuk mund ta sigurojnë dot. Kjo është një rrugë e re dhe së shpejti të gjithë ata që kanë një ndërmarrje të vogël apo të mesme, të gjithë ata që kanë një pikë prodhimi që duan ta dyfishojnë dhe ta arrisin, të gjithë ata që kanë një startup dhe që duan ta transformojnë në një ndërmarrje prodhuese fitimprurse, do të kenë të hapur derën e programit Dyfisho ndërmarrjen tënde. Në fokus të kësaj jave ka qenë ajo që do të jetë në fokus të gjitha javëve më pas, në një mënyrë një tjetër, siguria ushqimore dhe parafrimi me standardet e Bashkimit Evropian. Në një takim të organizuar me operatorët e sipërmarrjes ushqimore, ne u ndalim në një temë shumë konkrete. Si do të garantojmë që çdo produkt që konsumojnë qytetarët jo thjesht të jetë i sigurt, por të jetë një produkt i pranuar dhe i suksesshëm në tregun e nesërm të përbashkët të Europës, ku ne do të jemi antar me të drejta, por dhe me detyrime të barabarta. Dhe kjo lidhet me një sfidë aktuale, më të ndërlikuar në procesit tonë të antarësimit në Bashkimin Evropian, që është sigurimi i të nesërmes për të gjithë ata të cilët kanë ndërtuar të sotmen mbi themelet e një pike grumbullimi, përpunimi apo prodhimi të nënprodukteve ushqimore. Që do thotë që nga gjëja e gjallë deri tek produktet e paketuara. Një proces që shpesh keq kuptohet si një listë detyrash që duhen përmbushur për të tjerë, ndërkohë që në thelb është diçka që lidhet drejt për drejt, jo thjesht vetëm me shëndetin e shqiptarëve këtu në Shqipëri, e konsumatorëve këtu në Shqipëri, por edhe me misionin tonë të përbashkëkombëtar të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Nuk është një çështje rregullash në letër, është një çështje e ndërtimit bashkarisht të një sistemi funksional, prodhimi, kontrolli, cilësia dhe besimi në çdo hall. Në këtë fazë Shqipëria nuk bën vetëm harmonizimin ligjor me Bashkimin Evropian, por edhe duhet sigurojë zbatimin konkret të ligjeve në realitetin e përditshëm. E prandaj ne po ndërveprojmë dhe do të ndërveprojmë gjithmonë më aktivisht me sipërmarrësit dhe sipërmarrjet në bujqësi
sipërmarrësit dhe sipërmarrjet që kanë të bëjnë me produktet shtazore dhe nën produktet e tyre, sipërmarrësit dhe sipërmarrësit që kanë të bëjnë me gjithçka që sot del nga toka e Shqipërisë fal punës dhe duarve të tyre të arta. Sot kam një tjetër të ftuar shumë speciale, e cila është një nga shqiponja dhe arta të diasporës shqiptare edhe zyrtarisht, sepse u vlerësua me shqiponjën e artë në samitin e fundit të diasporës, por përtej këtij fakti është një ndër ato figura përfaqësuese të diasporës shqiptare që ka bërë emër dhe ka zë në jetën publike jashtë vendit dhe përkatësisht në Shtetet e Bashkuara. Është Edith Shkreli, e para gjykatëse shqiptare në gjykatat e Shtetit e Bashkuara, por edhe e para gjykatëse grua në Amerikë apo New York? Jam e para gjykatëse shqiptare në qytetin e New Yorkut. Okay. Dhe e para femër shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Okay. Se kena një djalë shqiptar. Është një djalë shqiptare, pra. Se në fjalën që kishe pak emocion në samit e para femër gjykatëse në Shtetet e Bashkuara, unë thash si përkthehet kjo. Por je e para gjykatëse shqiptare në New York. Po djali ku është? Emin Toro është në Washington. Okay, so janë dy gjykatës shqiptare domethënë në sistemin e drejtësisë të Shtetit Bashkuara. Unë kisha kohë që kisha dëshirë të kisha këtu në këtë podcast, por nuk i kisha me sa duket përmbush kriteret e besimit për të pranuar ftesën time dhe të falenderoj shumë që më në fund të pranova ftesën, të cilin ta kam bërë edhe kur kemi qenë në New York dhe kam pas fatin të takoj. Ndërkohë, duhet ta filloj me rrugtimin tënd në nisje, sepse e dëgjova në fjalën drejtuar të pranishmëve në summit që e keni lënë Shqipërinë familjarisht në 97 dhe me vizitën e fundit në Shqipëri. Pra, si është në atë galerinë e imazheve të kujtesës tënde, raporti yt me ato imazhe dramatike dhe pastaj me imazhet vizit pas vizite në Shqipëri. Atëherë kur ne u largume në mas razierave të vitit 1997, ishte për prindit e mi, të më thanë ninën si detyrim për të largu, sepse jeta ishte në rrezik për gjithë që ishin në Shqipëri dhe nuk shifnin të ardhme, të më thanë për mu në Shqipëri, përveç rrezikut që nga plumat qarë që vdit. Ti edhe një vlla, po? Pa, edhe një motër. Edhe një motër, dhe ishit të tre këtu? Ja. Apo ata kishin hikur përpara? Vllau kishte ikur përpara vitit 97, kurse motra faktikisht kishte për të shkuar te Universiteti i Tiranës, ku ka kryer edhe babi edhe mami universitetin, por nga që trazirat e vitit 97 detyru të aplikonte në momentet e fundit te Universiteti i Bolonjës, dhe ju deshtë për tik në Itali. Dhe nërkohë një mit me në Shqipëri, unë babi dhe mami, dhe situata nuk po përmirësonte, dhe ka qenë një moment bile kur një plum qarë vrau një shoqen time në Shkodër, dhe e ka kënë momenti të më thanë që kur prindit e mi venosen që duhet të largoheshin se s'ba nga Shqipëria. Dhe sot?
Sot Shqipëria është shumë më e zhvilluar se Shqipëria që kam lanë në Po, vitin ndërkohë 97. tani është vetëm nana, po. Po, të tani është vetëm mami, se babi më ka vdek para 11 vjeç. Mami jeton këtu kryesisht dhe vjen her pas here atje, apo jeton atje dhe vjen her pas here këtu? Mami ndan edhe këtu Po. edhe atje. Shkon e vjen, domethënë. Se babin e kena varros në Shkodër dhe ka kanë një nga arsyet kryesore, domethënë që mami ka filluar me shpenzu më shumë kohë në Shqipëri. Dhe ti vjen me dëshirë. Po. Vjen me dëshirë në Shkodër edhe në Tiranë edhe në Shqipëri. Po, në ndërkohë, si e pate impaktin e parë me Amerikën? Ju shku direkt atje apo dalu një herë në Itali? Ja, kemi shku direkt në New York. Më dukte domethënë shumë vend i madh, më dukte më dukte veti sikur ishim të humën, domethënë kur mritme atje. Edhe e maj mend unë e mamis, Thomas. Qanim shumë me Denise, edhe se në mungote normalisht vendi jonë. Për babi ishte ai që në matet porta, dhe thote që nuk s'kina ku mu kthy, domethënë në Shqipëri, se faktikisht nuk ishim ku mu kthy në Shqipëri, se ishte situatë të mëshme. Dhe filloi shkollën? Me një herë, po besoj. Po. Në çfarë klase filloi shkollën? Fillova shkollën e mesme, te shkollë private katolike, e quajtur St. Barnabas, që fatkeqësisht ka mbyll dyert para një vitit. Dhe ndërkohë prindrit punonin. Po, fillimisht si gjithë emigrantët, o detyruan mami sidomos, o detyru të më thanë gjete punë që të përballoshim jetesën. Kurse babi fillai për me marrë klasa kompjuterit edhe dëgjues për me mësu. Dhe babi më na vitit faktikisht gjeti punë për qytetin e New Yorkut si inxhinier. Dhe e maj mend se punën e filloi në qershor të 1999. Dhe si përfundim, kaloj disa intervista, ishte intervista e parë me disa inxhinier, intervista e dytë, dhe e treta dhe të inxhinier se nuk i besoshin, domethënë që kishte aq shumë eksperjenca punët. Se babi ka kryer inxhinier veprash të hidrocentraleve, të rrugëve, urave, ndërtesave, nga më të ndryshmet. Edhe nuk e besonin domethënë që kishte aq shumë eksperiencë dhe kishin marrë inxhiniera të fushave të ndryshme, edhe secili e pyette, dhe në fund i thanin ku don ti me punu, se nuk i besote që ekzistonte një inxhinier si babi që kishte përvoja kaq të mëdha. E në ndërkohë erdhi momenti për të shkuar në universitet. Dhe ti e zgjodhe vetë drejtësinë? Apo rrethanat ta sollën që të shkosh për drejtësi? Atëherë në Amerikë funksionon që du të kryesh universitetin fillimisht 4 vjeçar dhe pastaj juridikon. Pastaj juridikon. Është pas juridiko dhe mjekësia të janë pas universitare. Dhe në tanë fillimisht kryva 4 vjeçarin e shkollës natë, dhe pastaj Për çfarë studiuar në universitet? Kryva kam pas 3 majors, 3 dek të më tanë. Nga që isha honor student, ishte dek e veçantë vetëm për studentat e mirë, edhe për gjuhë letërsi edhe histori. Dhe pastaj vazhdova. Gjuhë letërsi, histori, po e treta? Ishte vetëm për studentat e mirë, të më tanë. Studentat e nderit. Nderit, Po çfarë bënin studentat e nderit? Të kishte klasa nga më të ndryshme, të më tanë, nuk është se ishte fokus të një dek specifike. Edhe zgjidhje edhe sipas dëshirës. Po çfarë zgjidhje ti? E maj mend kam zgjedh lanën e alkemisë. Nuk e di a thot alkemi në shqip. Po. Dhe ishte shumë interesant. Edhe kur lexova kur mora këtë lanën, maj mend se më kujtu puna e Lipash të Pelins, që edhe ai ka dashur me gjetë Fountain of Youth. Dhe
unë jam faktikisht nga babi, kam përardhje nga Lipash të Pelena dhe Lipash Gucia. Sepse nipi e Lipash të Pelenës, shpartu me vajzën e Lipash Gucis dhe nga ajo martesë vim ne të më thanë. Do në ti vazhdohet të bësh kërkimin e Lipashës. Nuk e kam arrit akoma. Gjete gjë për burimin e rinis? Ja, nuk gjeta një. Dhe pastaj shkove në law school. Pa. Edhe 3 vjetë tjera në law school. Po pse shkove në law school mbas asaj? Faktikisht, unë kam dash gjithmonë më ba inxhiniere si babi. Dhe më kam mejt pak si peng kjo pjesa që nuk e kam kry inxhinierin, se kisha dhe me ta mundësin për ta kry inxhinierin në shkollën gjatë universitetit. Por shkolla universiteti më rekomandaj që të kryja dhe me ta në histori, letërsi, se të ndihmonte për juridikon, nga që të shkruat, lexohet shumë. Por juridikon, të më tanë vendosa të vazhdoj nga që kur shkume në New York dhe do të fillonin procesin e emigracionit. Dhe aty kishim një avokate shumë të mirë, ishte amerikane, Karen. Edhe aja ishte shumë gentile, kishte shumë durim, edhe nga aja më frymëzoi domethënë për me vazhdu juridikon. Edhe se dosha tisha se ajo domethënë njëra se u sillte me klientët, me ne, edhe më la mrejsa domethënë që dosha me vazhdu rrugën e juridikon. Mbasi mbarova juridikun? Mbasi që mbarova juridikun kam punu në Shqipëri 2 vjet. U ktheve në Shqipëri? Pa. Si ndodhi që u ktheve në Shqipëri? I shkova te një mramje me babin dhe me mamin. Në Shqipëri? Ja, ishte në New York. Se babi gjithmonë ka keni përfshim tek çështjet shqiptare, ka kanë pas gjithmonë lidhje me Valtrën, me lidhjen e Prizrenit, të shoqata që janë në New York. Edhe më tha babi, hajde pse po shkojmë të 3 bashk. Dhe si për fundim atje kishte ardhë ish kryetari i bashkisë Lulzim Basha. Edhe atje o njoftëm dhe më funën punë për të u kthyer në Shqipëri. Edhe ti u ktheve në Shqipëri? Po. Po çfarë punove në Shqipëri? Se këtë se pas kam ditë. Çfarë punove në Shqipëri? Kam punu tek investimet e huaja të bashkinë e Tiranës. Pse u largove prap? Se nuk isha e kënaqur. Nuk u niva që ata kërkesat e mia, domethënë për me ba diçka më mirë për Tiranën, se në Tiranë punoja, ishin të mirë prituna nga Bashkia e Tiranës. Dhe u ktheve prapë në Amerikë. Po kur u ktheve pa e ditur se çfarë do bëje, apo e dije që do filloje karrierën si gjykatëse? Para se u ktheva faktikisht, bana disa intervista me anë telefonit se isha në Shqipëri atko. Më fund domethënë për të punuar në gjykatë tek gjykata e Bronxit, domethënë gjykata supreme e Bronxit që është gjykata e shkallës parë në Bronx. Po filloi punon si këshilltare në fillim në gjykatë? Po, e gjykatit, po. Pastaj, si është aty, si zhvillohet karriera, si shkon nga këshilltare në gjykatës? Atëherë për të bërë gjykatës janë 2 mënyra, domethënë mund të bëhesh me nominimin e një partie dhe pastaj është me votime, ose merr nominimin nga kryetari i bashkisë, si puna e Eric Adams, ose nga guvernatori e shtetit. Kryetari i bashkisë mund të nominojë gjykatës? Po, për qytetin e New Yorkut mundet, kurse guvernatori nominon për shtetin e New Yorkut. E ty si të ndodhi? Unë mora nominimin nga partia edhe kam vazhdu me votimet, që është pak proces më i gjatë. Unë ti bëre garë?
Po, gar. Nga Partia Demokratike apo nga Republikane? Nga Partia Demokratike. Demokratike. Edhe pastaj filloi karriera si gjykatëse. Po në raport me pritshmërinë, sa vjet u bën që jeti në qeveshat e gjykatësit? 2 vjet, gati 2 vite e gjys. Edhe je e kënaqur me karrierën apo so? Ja, më pëlqen shumë domethënë si karrierë. Nuk e mendova asnjëherë domethënë që mund të arrija të baja gjykate. Ndoshta e perceptimin që emigrantët nuk arrin të majet e sistemeve. Ndoshta ajo domethënë nuk më bani që mos mendoja që mund të arrija vetë, por në tanë aplikova herën e parë dhe me herë të parë me nominunën. Edhe pse domethënë kishin shumë persona të tjerë që nuk e merrnin nominimin. Po tani, cila është shkalla tjetër? Shkalla tjetër është shkalla e apelit. Dhe pastaj ndoshta shkalla e gjykata e lartë e New Yorkut. Ose gjykata federale. Ose gjykata federale. Yes. Ose pastaj Supreme Court. Po ti domethënë sky is the limit, s'ke vendos domethënë tavan. Ja. Biles në janar të këtij vitit më kanë çuti një gjykatë më lart dhe domethënë ishte një lëvizje shumë e shpejtë, se në përgjithësi nuk është atë lëvizjen shumë shpejt për kur shohin që punon shumë dhe gjykatat e apelit nuk të kthejnë vendimet reversal, atëherë shohin që ke shumë potencial dhe më kanë lëviz shumë shpejt. Po me Shqipërinë, përveç kontaktit shpirtëror, çfarë raporti ke me Shqipërinë? E ndjek çfarë ndodh në Shqipëri apo në mënyrë superfaqësore? Nuk është se kam shumë kohë atje, se punoj pak orë zgjatën atje. Reformën drejtësi për shembull, e ke ndjek? Pas kam përfshi pak me reformën drejtësi, po them me këtë vitin e fundit. Por unë nga që kam edhe vetë eksperienca me gjyqësore në Shqipëri këto 11 vitet e fundit, domethënë nga afër në ushimet që kanë. Domethënë nga 11 vite përpara, po flas për gjykatat kanë pas përmirësim. Them që vettingo deri një farë piket ka pas sukses. Domethënë nuk mendoj që të ditë 100%, por them që ka pas. The që i e përfshirë vitin e fundit, kam përshtypjen që i e përfshirë në këto që organizuan dëgjesat dhe këto që mblodhen mendime nga ekspertët ekspertë jashtme. Për gjithë sferën e sundimit ligjit, kam përshtypjen. Edhe çfarë opinioni krijove nga sa mundet merresh më nga afër, flas tani në aspektin e arkitekturës së sistemit? Them që është pak e vështirë me realizu, domethënë, ndihmen nga larg. Them që njerëzit duhet vinë në Shqipëri, sidomos domethënë ekspertët e jashtëm, për me pas bisedë mirëfillt, dhe jo domethënë nuk mjafton thjesht me takime online që mund të ishin për pak orë për të pas domethënë një impakt real. Po në aspektin e jetës sociale dhe të kohës që kalon në Shqipëri, si të ndodh? Vjen e lodhur dhe kthesh e çlodhur, apo vjen e lodhur dhe kthesh dhe më e lodhur? Vjen e lodhur edhe kthehemi shumë më e lodhur. Për shkak të gjyqjeve me pronat, se besoj se të lodhin rrugët. Ja, nuk më lodhin rrugët, por gjyqet, njerëzit, se ajo që më bën çudit, domethënë shumë, se unë jam rrit në Shqipëri. Domethënë, i na shndrua në një popull
të cilët, domethënë përpara kam pasë zet për shembull kur ecim nëpër shkollër, takoshim njerëzit kanë pas kulturë, respekt. Tani mungon respekti. Po të thonë për shembull që pse vjen, pse kthehesh, ç'të duhet këtu. Ta thonë dhe këtë, se e thonë shpesh, ja u thonë njerëzve kur kthehen, pse erdhe, ç'a do këtu. Këtu është për t'ik me vrap. Po, unë shkoj e vi shpesh domethënë në Shqipëri, vi edhe 4-5 herë në vit domethënë. Por unë e një domethënë atë lidhjen, e kam lidhjen e shumë fort me Shqipërinë. Dhe unë e du domethënë shumë vendin tam, dhe du që vendi më i mirë në botë normalisht. Kur më thoi njerëzit pse vjen, unë e vi edhe ndoshta vi edhe më shumë fakt për këto pronat. Jo se kanë vlerën, jo për vlerën e pronave, se kam shpenzuar shumë më shumë duke shkuar duke ardhur, por e bëj më shumë për principin edhe e drejtësisë dhe që njerëzit ato të paktën që kam pas bëjnë me ta. Mos mendojnë që mundën e ba gjana që bajnë. Vetëm thjesht sepse unë nuk jetoj këto, ose nuk ka kush për të interesu. Po, se është edhe një lloj, kam përshtypjen, është edhe një lloj si zë i brendshëm për të respektuar dhe të parët që i kanë vu dhe i kanë lënë ato prona, kam përshtypjen. Fiks. Dhe kjo e bën principin të gjallë, apo jo? Po, se për të mi të më thënë kam punu jashtë masat. Me në shmëri dhe të më thënë nuk mund të lejoj që personat tillë domethënë të hedhin poshtë mundin e prindëve të mi. Shumë e qartë. Në ndërkohë për ta kthy pak nga buzëqeshja, ç'a të bën përshtypje sa herë vjen në Shqipëri? Ç'a të bën përshtypje për mirë edhe ç'a të bën përshtypje për keq kur kthehesh në Shqipëri? Përshtypje për mirë, të tham, kur jam këtu, kam shumë gjithmonë qejf me taku shoqërinë e babit e të mamit, sepse janë domethënë një nivel komplet tjetër shoqëriet, dhe ata sikur ma mushin shpirtin plot. Këto takimet domethënë janë që gjithmonë. Po për te njerëzve. Për te njerëzve. Për shembull Shkodra. Shkodra ka ndryshu komplet. Sidomos të 2-3 vitet e fundit, domethënë ka qenë një qytet që nuk u shifte me sy, domethënë ndërtime gjithkohë, baraka, domethënë kishte humb komplet. Shkodra nuk ishte ajo Shkodra domethënë që kam lanë unë kur ikme në vitet 90. Dhe sot domethënë ka filluar me ndryshu hyrja e Shkodrës, që është shumë e bukur. Shoqër, e di që janë duke bërë ndërtime, domethënë për ta rregulluar. Dhe fasadat përpara ishin komplet të prishuna, dhe tani domethënë duket si qytet degradume. Dhe tani duken komplet, domethënë duket një qytet që ka një fasad komplet të re. Sikur është ringjallë, plus kam parë që zhvillohen edhe vinte në Shkodër, sikur ka sjell mrapa të Gjallanin, edhe që ka shkodrant, në përgjithësi që kanë shumë qejf me kanë të arishëm. Ka dalë nga Pluri dhe nga Zymtia, ka punë plot siç ka gjithë Shqipëria, por ka dalë nga Pluri, ka dalë nga Zymtia, edhe është bërë goxha në këtë drejtim, edhe ajo që tregon historia e ndryshimit që ka ndodhur këtu është që fillon me këto, sepse kjo krijon pastaj energji pozitive
sjell buzëqeshje, krijon motivim, edhe patjetër rrit edhe kërkesën për të bërë më shumë, se ja u bëka, bëm dhe këtë, po duhet bërë dhe ajo, po dhe ajo. Tani, për ta mbyll se po më duket vetja si hetues që kam marrë gjykatësin në pyetje se ti përgjigjesh në mënyrë nuk do më dhënë shumë informacione, shoh, ke problem. Po më trajton si dëshmitare. Po për te shakas për ta mbyll do doja të të pyesja të shkon mendja ndonjëherë që të kthehesh në Shqipëri, siç u ktheve herën e parë, të kthehesh dhe një herë tjetër? Të vjen ndonjëherë nëpërmend apo jo? Po, shpesh. Po pse të vjen mend? Se nuk ka si vendin tonë. Po mirë, kjo është parull tash, po pse? Konkretisht domethënë, çfarë se ti thu vi e lodhur, iki dhe më e lodhur. Ti thu takon njerëzit të thonë vetëm keq. Atëherë pse do më ardh? Çfarë kur shkon me u kthy se kjo është surprizë, po çfarë sepse them që ndoshta tani kam shumë eksperiencë e parë që se kam pas para 15 vitesh. Them ndoshta kontributi jem mund të jetë shumë më i madh, domethënë se mund të kisha edhe atëherë. Se atëherë isha sa kisha kryer shkollën, domethënë edhe pse kisha shumë vizion në sensin për me ba, prapse mund të isha pak më e limituar se sa sot. Edhe si që është përpara gjithmonë, unë sinqerisht nuk e them thjesht se du me thonë që e du vendin tëmë, por tamam e di vendin tëmë, e du vendin tëmë, dhe më thonë se prapë edhe pse kam ikë vogël dhe kam jetu shumicën e jetës, dhe më thonë e kam jetu në New York, prapë se këto thret toka, dhe më thonë edhe prapë du, dhe më thonë që fundit që atë probleme që unë për shamu hase çdo ditë, kur jam në Shqipëri, që ndoshta mendoj ndoshta një ditë mund të bëhen më mirë, edhe ndoshta unë mund të jem një arsye që mund të ndihmoj për me i përmirësu një mënyrë tjetër. Nuk është diçka që bëj vetëm unë, normalisht, është që do ta bëjnë shumë njerëz. Por është ajo, domethënë që them sa të pak kontribut të jetë, ndoshta mund të jetë shkas për diçka më të madhe. Po vetë sa të kam folur me mamin. Që nga interesant, ja. Po, për shembull, po të thoshin sot, që të hape ky kompjuteri dhe të ishte një film me dy si thosh kapituj të fundit të karrierës tënde. Njëri të ishte antare e gjykatës supreme të Amerikës. Tjetri të ishte kryetare e gjykatës kushtetuese të Shqipërisë. Çfarë do kishe zgjedhur? Pak e vështirë. Atëherë, nuk e di nëse unë mund të bëhem gjykatëse. Tu jemi në një simulim të një fantazie që ku mund të shkojë kulmi i një karriere të një njeriu si ti, që sot është gjykatëse në Shtetet e Bashkuara. Njëri kulm është antare e gjykatës supreme të Amerikës, po të kthehesh në Shqipëri, kulmi tjetër është kryetare e gjykatës kushtetuese të Shqipërisë. Ti mund të vish në Shqipëri por është kryeministre. Po patjetër, pse jo? Them që impakti më i madh do të ishte këtu. Ti çfarë do zgjidhje, lere impaktin? Të parimet në lajë ndoshta më. Impakti më i madh ishte këtu, po ti çfarë do zgjidhje? Do thosh, okay, po shkoj atje dhe preferoj të rri dhe të ndjek rrugën në Shqipëri, apo të rri në Amerikë dhe të ndjek rrugën në Amerikë? Po mendoj ditën 7 vjeçë, ose 60 vjeçë, se di. Ose marri. Kryetari në gjykatës kushtetuese të Shqipërisë mund të arrijë më shpejt. Ja? Po. Ja, në Amerikë më vonë. Në Amerikë më vonë, patjetër, se ata kur shkojnë atje ke pas janë rrahur në vaj dhe në uthull për shumë vite. Tashti edhe i pyetje tjetër. Mami atë thot kur do martohesh?
Ose më sakt sa herë një javë ta thot. Se nga e qeshur e kuptova që ta thot. Nuk ma thët, kur do të martohesh? Më thët, ka me dalë fati jatë. Kjo nuk diskutohet. Kjo ishte Edith Shkreli, të cilës fati i ka dalë dhe është sipas meje një shembull i asaj fjalës shumë të mençur që thot fati është karakteri i njerëzit. Kështu që respekt për gjithçka që arrit, se je ende shumë e re edhe jam i bindur që në të gjitha rastet përgjigjen e asaj pyetjes që të bëra, fati e ka shkruajt edhe do të ta thot në kohën e duhur. Është vërtet. Faleminderit. Shumë faleminderit.